Në Orikum, projektet madhore të cilat po ndërmerren në përmirësimin e infrastrukturës nuk janë përqendruar vetëm në qendrën e kësaj njësie, në pjesën turistike, por edhe në fshatra. Selima Skoçelaj, administratori i njësisë administrative Orikum, thosë se projekti që është tenderuar është rihabilitimi i rrugës së fshatit Radhim. Në zonë, po studiohen sipas Skoçelës ende disa elementë të projektit, teksa ai garanton se brenda pak ditësh pritet të nisin edhe punimet. Ka nisur dhe është tenderuar rruga Radhim fshat. Por për efektet të kanalizimeve, të elektrikut dhe të ujrave të zeza, po mos të kryer 2 herë punime, ajo vetëm sa është hequr shtresa e asfaltit dhe pritet të mbyllen këto të 2 punimet që mund të jetë me javë, 2 javë, edhe mbas asaj do të filloj veshja e saj me kanalizimet të bëhet një rrugë e mirë Radhim. Është gjatë tenderuar, ka fituar një film. Nuk ja di emrin, po që është më serioz. Sipas Skoçelës, një tjetër projekt që po ndërmerret në fshatra është edhe rihabilitimi i rrugës së fshatit Trajas. Sipas tij, pas vendosjes së ndryshimit rrugor në fshat, do të realizohen 2 projekte për rihabilitimin e aksit të quajtur si shëtitoria e Trajasit, që lidh qendrën me Trajasin e vjetër, por edhe një rrugë paralele që kalon mes qendrës së fshatit. Në Trajas, bashkia, kryetari i bashkisë siç u premtoi, u bëri ndriçim në radhë në gjithë fshatin, ka një ndriçim në çdo lagje. Ka një ndriçim me fotoelement shumë i mirë, nuk i kurseshëm i të gjitha. Mbas kësaj janë 2 rrugë për të bërë. Rruga kryesore, që i thuhet shëtitoria, që të çon deri në Trajasin e vjetër, dhe një rrugë tjetër paralel me atë në mesin e fshatit. Këto janë rrugë të tenderuara dhe këto mund të shpallen javën tjetër sepse e kanë fituar tenderuesin, kalon edhe periudha e kontestimit dhe fillojnë shumë shpejt të 2 këto rrugët në Trajas. Një gjë që kryetari u premtoi para zgjedhjeve dhe vërtet në Trajas e realizoi. Si rrjedhoi një investimi të financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Skoçela thosë se do të rihabilitohen të gjitha rrugët e lagjeve edhe në Dukatin e Ri. Po kështu nuk lihet pa prekur edhe Dukati i Ri. Do të bëhen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit të gjitha rrugët e lagjeve në Dukatin e Ri. Janë hedhur, janë tenderuar dhe firma 07 që i ka fituar këto të Orikumit do të bëjë edhe. Pra është një vit, po ta quajmë kështu, është vit pjellor për njësinë administrative të Orikumit nga investimet. Qoftë këto investime nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, qoftë edhe investime nga Fondi i Bashkisë, nga buxheti i Bashkisë për investimet. Qendra administrative Orikum, si dhe fshatrat Radhim, Trajas, Dukat, janë ndër fshatrat më pranë Vlorës që ende vuajnë problemin e mungesës së infrastrukturës rrugore. Nëse këto projekte do të realizohen, pritet që këto fshatra të kenë një infrastrukturë bashkëkohore ku përfitues sigurisht do të jenë qindra familje banor të zonave në fjalë.